Sara Gjordeni vesh hijab dhe martohet në xhami me Bardhin. Sara Gjordeni dhe Bardhi u martuan sërish, por kësaj here sipas zakoneve muslimane. Çifti, të cilët janë prindër të një vajze që quhet Nea, kanë ndarë foto nga martesa e tyre, teksa kanë shkruar dhe fjalë të ëmbla për njëri tjetrin. E veshur me hijab të bardhë, Sara shkruan se nuk është konvertuar në fenë islame, por është martuar sipas zakoneve të partnerit të zemrës. Jo, nuk jam mbuluar as konvertuar. Thjesht sot u martova sipas zakoneve të tij, me dashurinë e zemrës sime prej grifshe, shkruan Sara në Instagram. Po kështu, Sara ka ndarë dhe një foto të tyre në story, ku shkruan në anglisht, do të martohesha me ty përsëri, përsëri, përsëri dhe përsëri. Një dedikim më të gjatë dhe më të ëmbël ka bërë Bardhi, i cili shkruan se priste me padurimin kurorëzimin e tij me Sarën në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të ishte ditë e premte. Ai falenderon gruan e tij për pritjen prej një viti dhe që u përshtat me zakonet islame. Unë po prisja me padurim që kurorëzimi im me Sarën të bëhej në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të ishte ditë e premte. Me ndihmën e Zotit mu realizua dëshira, veç na u desht me prit një vit. Faleminderit Sara Gjordeni që patë durim një vit për këtë ditë të shenjtë për ne të dy, edhe që për ditën e sotme u përshtatë zakoneve të fesë islame, e veç dua të them që shumë të ka hije, shkruan Bardhi në Instagramin e tij.